Kemi një ekip cila është premtuese, 38 shtete, cilët duke i përfshirë shtetet cilët nuk na kanë lodhur që mi tregu që vërtet Kosova nuk është ashtu si propagandohet. Sa i përket kampionatit evropian U21 cili do të mbahet prej datës 11 deri 14 dhjetor në Prishtinë te palestra 1 tetori, ne si federat jemi të organizuar dhe jemi me organizim të jetë shumë mirë deri tash. Ku pritet pjesëmarrja e mbi 700 participantëve me 509 atlet, nuk i përfshirë delegacionin edhe ekipin e referve. Për këtë event e kemi caktuar, domethënë, vendin te palestra 1 tetori, është një palestër cili i plotson këto kushte. Na si një kotjer, domethënë, e kemi edhe ekipin sportistat tonë cilët na pretendojmë për medalje, qëllimi jonë është ajo. E kemi një përparësi cilët jemi një kotjer edhe jemi vendasë, ajo është një plus për neve, por ne kemi një medalje evropiane të vendit dytë, kampionatin evropian U21 me Bleron Ademin, i cili faktikisht edhe ai ka i rezultat kanë ndiku të cilët na kemi arritën, domethënë, edhe gjithë sportistët tjerë me rezultatet e tyre të cilët kanë treguar në arenën ndërkombëtare deri tash, edhe me përfaqësimin e tyre, edhe me rezultatet e tyre. Kemi një ekip cila është premtuese. Qëllimi jonë ka qenë gjithmonë që ta kemi një event kaq të madh, por edhe na nuk e kemi pritur ndoshta që disa shtete do të marrin pjesë. Po gjithmonë edhe në kontakt me Federatën Evropiane, domethënë, kemi pas kontakte ku ka ardhur një delegacion Federatës Evropiane në muajin në gusht, ka inspektuar domethënë edhe shtetin ton, edhe kushtet tona, edhe faktikisht edhe ata kanë ndiku pak që mi tregu që Kosova vërtet ja vlen edhe duhet me marrë pjesë. Këtë event ju paraqiten 38 shtete, cilët duke i përfshirë shtetet cilët nuk na kanë lodhur, duke nis për Rusia, Spanja, Ukraina, Greqia, Rumunija, Kipro, Greqia, Slovakia. Neve pjesëmarrja e shtetit rus, domethënë, në sportistave të rus, është një pjesëmarrje e cila ndikon edhe pak diplomacinë tonë, ku i tregomi ne si shtet se na jena tapur për gjithë, Kosova është shtet, Kosova i mirë pret gjithë, po qëllimi jonë është që edhe gjithë ata cilët vinë këtu me lënë një imazh të mirë, që mi tregu që vërtet Kosova nuk është ashtu si propagandohet. Unë besoj edhe shpresoj që në Kosovë çdo kush deri tash i ka ardhur nuk ka pas asnjë problem. Kosova një shtet i lirë, shtet demokratik, cilën deri tash vinë gjithë bota në vizitë, pavarësisht nuk është raport që vinë sportistë aty në shtetin tonë. Po deri tash nuk kam dëgjuar që kemi pas ndaj farë aksidente ose problemi kështu. Çështja e sigurisë, no, faktikisht besoj që edhe institucionet tona, ato të sigurisë, si policia, ato jena në bashkëpunim me ta, por çfarë do të jemi në kontakt me ta, po besoj që si popull edhe si shoqëni na faktikisht kemi treguar edhe të kaluamën, edhe besoj që jemi një shoqëni që jena të hapur edhe i mirëpresim çdo kohë. Gjithmonë ka nevojë për përmirësime, këta jemi vetëdijshëm, por nuk është e thënë që ki mungesë të infrastrukturës që na penalizon për me marrë aktivitete të tilla. Ky kampionat evropian po dëshmon mas mirëti, ku na po i përmbushëm gjitha standardet e nevojshme për me mojt një eveniment të tillë. Domethënë edhe ekspertë që janë prej Federatës Evropiane e kanë po që i plotësojnë gjitha standardet për me mojt një kampionat të tillë.